Shkruan Arben Langozi. Skandal në Sarand, një histori që vetëm drejtësia shqiptare mund ta shkruaj. Një qytetar ndalohet nga policia sepse dyshohej se ushtronte aktivitet si kambist pa leje. Policia i sekuestron 1000 euro, të cilat sipas ligjit duhej të ruheshin si provë materiale. Por kur qytetari shkon në prokurori për të kërkuar dosjen dhe parat, as dosje, as prova, as euro. Nëse prova materiale zhduket, a quhet hetim apo pastrim parash? Kështu ndërsa reformatorët e drejtësisë vazhdojnë të lavdërojnë arritjet, realiteti në terren tregon një tjetër histori, ato ku provën materiale ha drejtësia, edhe të pafajshmit mbeten me duar bosh. Në Sarand thonë se ligji është si deti, kush di të notoj, del me përfitim, të tjerët mbyten në padrejtësi. Kush mund të jetë vallë kjo prokurore magjistrate që zhduk prova si të ishin monedha në lojë fëmijësh? Emri i saj ende nuk del zyrtarisht. Por zërat në korridoret e drejtësisë në Sarand thonë se bëhet fjalë për një yll në ngritje të reformës nga hetimet te kambizmi. Një profesioniste me shumë talente. Disa thonë se ka dorë të lehtë, të tjerë se ka xhep të thellë, por një gjë është e sigurt, aty ku kalon ajo, provave u humbet gjurma dhe drejtësia mbetet pa dokumente, por me dëshpërim.